Parlamenti vendor në Bashkinë e Finikit i zhvillon mbledhje të zakonshme në një frymë konstruktive, ku përkatësia partijake i lë vendin interesit publik. 21 antarë të Këshillit përfaqësojnë disa shtesa të shoqërisë me moshë, profesion dhe gjëni të ndryshme. Sekretari i Këshillit zoti Grigor Zafiri, duke folur për televizionin publik, bën radiografinë e këtij organi legislativ. Në bazë të ligjit për pushtetin vendor të 139 numër 139/2015, Këshilli Bashkiak përbëhet nga 21 antarë, si mbas numrit të popullsisë që ka, i cili përbëhet nga disa janë 11 meshkuj edhe 10 janë femra. Mosha mesatare është diku te 55 me 57 vjeç, ndërsa si moshë të re janë vetëm 3 këshilltare që janë femra dhe ato që janë nën moshën 35 vjeç. Për sa i përket përfaqësimit të shtresave të shoqërisë, për sa i përket përfaqësimit të shtresave, pothuajse pjesa më e madhe janë fermerë, të cilët merren me bujqësinë. Ka dhe biznesmen, ka dhe një pjesë janë të punonjës të administratës shtetërore që janë zgjedhur. Kjo është përbërja pothuajse Këshillit Bashkiak. Megjithatë, ndryshimi i ligjit dhe zgjedhja e antarëve të Këshillit me lista të hapura, sipas zotit Zafiri, do të rrisë prezencën e mendimit të kualifikuar në këtë organ. Vetë partitë politike, përderisa kanë reformuar ose kanë krijuar një kod zgjedhor të tillë, është shumë e vështirë që të ndryshojë kjo situatë. Do të sugjeronit listat e hapura për zgjedhjen e antarëve të Këshillit? Listat e hapura është zgjidhja më e mirë që do bëj jo vetëm për zgjedhjet vendore, por për zgjedhjet e përgjithshme. Kjo njësi vendore ka një popullsi me rreth 39.000 banor, ku vetëm 1/3 e saj banon aktualisht në vendlindje.